Qendra e aftësimit profesional në Shkodër po njeh rritje të vazhdueshme të interesit nga qytetarët që synojnë të fitojnë një profesion ose të rrisin mundësitë për punësim. Në 6 mujorin e parë të këtij viti, mbi 500 persona kanë ndjekur trajnimet e ofruara nga kjo qendër, një shifër kjo më e lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të shkuar. Kemi 570 persona të cilët janë trajnuar në kurse profesionale dhe aftësi për punësim. Kursi aftësi për punësim është një domosdoshmëri, sidomos për persona të cilët nuk kanë dëftesat e arsimit bazë të detyrueshëm dhe për këtë arsye nuk mund të vijojnë një kurs profesional dhe ne I kalojmë në aftësi për punësim për të qenë gati pastaj për tregun e punës ose t'i fusim më pas bashkë me zyrat e punës në një program nxitje punësimi I cili mund të jetë formim në punë. Krahas së rritjes së numrit të kursantëve është zgjeruar edhe gama e kurseve profesionale në përputhje me kërkesat e tregut të punës. Më të kërkuarat mbeten profesionet në sektorin e turizmit dhe shërbimeve. Risi këtë vit është edhe hapja e kurseve të artizanatit. Kemi një përgatitje, sidomos për disa lloje kursesh, kemi një përgatitje të mirë për sezonin e verës. Për shembull, duke marrë në konsiderat kursin e kuzhinës, kursi I kuzhinës është në kurset më të kërkuara. Kemi hap për herë të parë këtë 6 mujor dhe kurset e artizanatit. Shpresojmë që këto kurset kenë një ecuri edhe vitin tjetër. Drejtuesit e qendrës së formimit profesional në Shkodër theksojnë se bashkëpunimi me bizneset, si dhe përshtatja programeve me nevojat reale të tregut të punës, mbetet një nga faktorët kryesor që po nxit rritjen e interesit për arsimin dhe aftësimin profesional.